Po çfarë ndodh kur shkojnë njerëzit në varreza? Ajo që ne kemi parë në pjesën më të madhe të rasteve, përveç se kur le të themi ai që vdes është besimtar dhe ata që shoqërohen besimtar devotshëm, në raste të tjera vazhdojnë edhe në varreza muhabetet e kësaj bote. Partish politike, muhabete dallate, qeshmje, se ka aty njerëz që bëjnë atë, si më thënë, ritin fetar të xhenazës, e ku dëgjon apo dikush flet atje këshillon. Për këtë arsye unë i bëj thirrje gjithë xhallarëve që kur shkojnë për të falë xhenazë, të marrin me vete altoparlant dhe mikrofon. Që ti mbledh njerëzit valla. Na ka ndodhur për shembull, kemi shkuar aty. Apo se kemi edhe çik zonën e Dobët për shembull, kanë gjuhë për shembull 7 rrjeshta. Rrjeshtat e tjerë e mos më fol për ato ti maton që tu i thonë njëri tjetrit, "Çau kokën." Se këta ka gjetë me fol, se ai ka shumë punë për të bë, edhe ai 5 minutë që flet hoxha i duket shumë. Për këtë arsye edhe hoxhallarët duhet të kenë me vete, duhet të jenë të pajis. Me mikrofon duhet të jenë pajis me altoparlant, e to çojnë rresht funit atje. Bismillahirrahmanirrahim. Thonë na erdhi me leku i vdekjes, me na pyet. Që të vi mendja valla. Robi i mençëm zën men thjesht me vizitën e varrezave, pa kupton ti. Fillon edhe i ndryshon rregullat e jetës dhe të lojës së kësaj bote.